Kjo botë në të cilën jetojmë, sikur çdo gjë tjetër në të, do t'i vijë fundi. Kur'ani famëlart është i stërmbushur për ndodhinë e ditës së Kiametit. Allahu e ka quajtur atë ditë me emra të ndryshme dhe ka treguar shumë gjëra që do të ndodhin në atë ditë. Atë ditë, nëna do ta gjuajë në tokë foshnjën e saj nga trishtimi. Fëmijës do t'i thinjen flokët dhe njerëzit do të duken sikur të ishin të dehur nga frika që do ta kenë. Allahu do ta urdhëroj engjëllin Israfil për t'i fryer surit, bririt. Fryerja e parë do të bëjë që të gjitha krijesat të bien pa ndjenja në tokë, kurse kur t'i fryjë herën e dytë do të ringjallen. Toka do të ndryshohet në një tokë tjetër dhe qiejt në qiej të tjerë. Engjulli i vdekjes urdhërohet që t'ua marrë shpirtrat të gjitha krijesave në ekzistencë, madje edhe engjujve më gjigant si Gjibrilit, Mikailit dhe Israfilit. Dhe në fund fare, Allahu e urdhëron engjëllin e vdekjes që t'ia marrë shpirtin vetvetes, dhe kështu çdo gjë që ekziston në tokë dhe në 7 qiejt dhe gjithçka mes tyre vdes. E do të mbetet vetëm Allahu Azza wa Jall, i cili është pa fillim dhe pa mbarim. Atë ditë, Allahu do ta marrë të gjithë tokën në dorën e tij dhe do të palos qiejt në dorën e tij të djathtë, dhe pastaj ai do të thotë: "Unë jam mbreti absolut, ku janë mbretërit dhe sunduesit e tokës?" Mirë po askush nuk përgjigjet, nga se të gjithë janë të vdekur. Askujt nuk i dëgjohet zëri në atë ditë, përveç të gjithë fuqishmit sunduesit suprem.